letërsia është njeriu. Njeriu me gjithçka që ai ka, me psiqikën e tij, me formimin e tij, me ëndrat e tij, me dështimet e tij, me dramat vetjake apo familjare, që disa gjëra që ky popull i ka patur si të shenjta kanë filluar të humbasin, kanë filluar të shuhen. Pra, e shenjtë ka qenë mikpritja, e shenjtë ka qenë besa, e shenjtë ka qenë dashamirësia, e shenjtë ka qenë kujdesi për tjetrin dhe jo indiferenca ndaj tjetrit, ndaj halleve të tjetrit. Dhe këto cilësi aty këtu kanë filluar të humbasin. Kemi filluar të bëhemi shumë metropolitan. Po sa e lehtë është për ne sot të ruajmë integritetin? Nuk është shumë e lehtë, sepse kemi presion nga të katër anët. Prandaj unë kam si të shenjtë atë që i them vetes dhe gjithkujt që ji vetvetja, qëndro tek vetvetja, mbaj ekuilibër me vetveten, sepse nëse humbet ekuilibrin me të tjerë, ka mënyra për ta rregulluar. Por nëse humbet ekuilibrin me vetveten, është e vështirë, është shumë e vështirë për ta rregulluar. E vërtetë është. Që lufta kundër korrupsionit sa vjen e bëhet më e vështirë, sepse vetë lufta kundër korrupsionit ka filluar të korruptohet. Për pyetjen e fundit në fakt, sepse vizualisht unë kujtoj tani se si ka qenë kuvendi kur kuvendonte Dritroa Golli. Dhe sot jemi krejtësisht në kushtet të tjera. Sot jemi në kushtet kur deputetët saktuar nuk din kuptimin e fjalëve që. A mendoni se këto plejada politike, dhe kam të drejta mendoj unë si qytetare, si gazetare, si njeri që jetoj në Shqipëri, që Shqipërinë nuk e bën më të mirë se që la Ramiz Alia? Ja, nuk mund ta themi këtë, sepse ka shumë gjëra të cilat kanë ecur jashtë, janë zhvillime të cilat janë shumë të dukshme. Mjafton të krahasosh buxhetin e shtetit shqiptar. Sa ka qenë 1 miliard, tani është shumë fishuar dhe kjo tregon zhvillim. Vendi është zhvilluar dhe zhvilluar në drejtimin e dur. Jo me ritmin e dur, jo me zgjidhjet e duhura gjithmonë, por është në drejtimin e dur. A mendoni se mund të kishit bërë diçka ndryshe gjatë atyre viteve? Ndoshta, në atë kohë duhet të thoya jo. Këtë nuk duhet ta bëjmë kështu. Duhet isha më këmbgulës, sepse koha vërtetoi që unë kisha të drejtë. Për ta mbyllur, gjithmonë mbetem me faktin që deputetët janë shumë të rëndësishëm, deputetët mund të jenë shumë të mençur, por jashtë parlamentit ka më të mençur se ata. Dhe një deputet i mençur është ai që kërkon këshillën jashtë parlamentit. Çfarë po ndodh në fakt sipas jush me të majtën në botë? Nuk mund të bëj analiza të tilla, sepse që nga momenti që unë kam lënë politikën dhe jam kushtuar letërsisë, normal që lexoj, dëgjoj etj, por nuk kam informacion të tillë që të bëj analiza, sepse po bëj 9 vjet që jam shkputur nga politika, kështu që është vështirë të jap ndonjë gjykim për këtë. Më mirë është të lexoj. Japin ata që janë aktual? Pra jo, që janë... nuk e kam fjalën as për aktual, por në përgjithësi e majta, e djathta, rruga e tretë, etj me radhë, janë ca teorira dhe praktika të cilat unë nuk i kam studiuar. E ardhmja nuk është ajo që ishte. Pra, qofse ne para 20 vjetësh kemi menduar për një të ardhme, tani pas 20 vjetësh shohim që nuk është më ajo që menduam ne. Pra bota ecën aq shpejt, aq ashtu sa për të bërë analiza duhet të jesh i fokusuar në mënyrë të përditshme. Dhe nga kjo pikpamje unë mund të them vetëm kaq, që edhe Shqipëria, e ardhme e Shqipërisë nuk është ajo që ishte. Mendoj një ardhme tjetër dhe jemi në një të tashme krejt ndryshe nga sa e mendonim. Sot në këtë të tashme mendojmë një të ardhme tjetër dhe me siguri do vi një ardhme krejt ndryshe. Gazetaria e mirë është gazetaria e së vërtetës. Dhe pikë.